Me pjesëmarrje të delegatëve, aktivistëve, zyrtarëve dhe mbështetësve në Pallatin e Kulturës në Tetov, Partia Vlen mbajti kuvendin themelues. Bashkëkryetari Bilal Kasami theksoi se ky është një tjetër hap i rëndësishëm në rrugtimin historik për bashkëpunim dhe konsolidim të Vlenit. Kritikoi pushtetin e kaluar duke thënë se punët dhe çështjet që nuk arritën t'i zgjidhin për 24 vjet, Vlen po i bën për 24 muaj. Atyre ua kemi lënë zhurmën dhe fjalët boshe. Ne ju kemi përveshur punës dhe projekteve, sepse jemi të bindur se shqiptari e vlerëson punën, e vlerëson punëtorin, e vlerëson të ndershmi dhe të drejti. Na pret punë në teren. Nga java që vjen, do të dalim në vizitë të gjitha strukturave lokale, nga ku do të prezantojmë punët të cilët janë bërë dhe ata të cilët na presin. Bashkëkryetari Izet Mexhiti vlerësoi se ky kuvend themelues paraqet hapin e radhës drejt fuqizimit të Vlenit si subjekt politik i shqiptarëve në Maqedoni. Këto 2 vjet të Vlenit në qeveri kanë dëshmuar se kur shqiptarët janë të bashkuar, kur përfaqësohen me dinjitet dhe kur punojnë me përgjegjësi, rezultatet janë të prekshme dhe shqiptarët marrin hise reale që u takon nga buxheti i shtetit. Dhe po, ne jemi në shërbim të qytetarëve, në shërbim të shqiptarëve. Dhe pikërisht për këtë arsye kemi këto rezultate. Nënkryetaria e Vlenit Mimoza Musa theksoi se Vlen ka zgjedhur rrugën e bashkimit dhe të interesit qytetar, duke përfaqësuar një alternativë moderne, serioze, të qëndresës së djathtë, të mbështetur mbi vlerat familjare, meritokracisë, përfaqësimit të grave dhe përgjegjësisë në qeverisje. Në një kohë kur shumë kush investon në ndarje, ne zgjodhëm bashkimin. Sepse në një kohë kur politika shpesh matet me interesa të ngushta, ne zgjodhëm interesin qytetar. Përndryshe, Vlen u formua fillimisht si koalicion mes 5 partive politike opozitare shqiptare para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024. Pas zgjedhjeve, Vlen u bë pjesë e shumicës qeveritare, duke hyrë në qeverinë e udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja. Për këtë, u kritikua fort nga tashmë opozitari ABD, pasi ky e fundit kishte më shumë mandate deputetesh në kuadër të koalicionit Fronti Evropian. Tani Vlen funksionon si një parti me 2 bashkëkryetar, 1 sekretar gjeneral dhe 2 nënkryetar.